Duhet ta kemi parasysh, edhe duhet ta dim se të gjitha ata të cilët janë pjesëmarrës në aborte, sidomos pas 4 muajve, e që fëmia këtu është me shpirt, le ta dinë që në ditën e gjykimit ringjallën para Allahut vrasës. Wallahi billahi vrasës. Edhe ajo është shpirt, edhe ajo është njeri, do të ringjallet në ditën e gjykimit para Allahut lartësuar, edhe vallahi do të lip llogari, edhe do të lip llogari edhe shkakun do t'ja kërkoj se cilët që ka nënshkru, që ka vendos, që ka marrë vendimin, ka operu, ka abortu, të gjithë ata që janë pjesë e kësajna, janë pjesëmarrës në një vrasje makabre, e që kjo sot po ndodh në shoqërinë tonë. Na kur i përmendim rastet e hershme në egërsinë e njerëzve para Islamit, që i kanë varros fëmijët për zgjalli dhe i kanë vrarë fëmijët për zgjalli, na duket shumë e rëndë, ndërsa sot në shoqërinë tonë vritën fëmijët. Sot në shoqërinë tonë shuhen jeta. Pse që shuhen jeta? Shuhen jeta hala pa dalë këtë botë? Pse shuhet? Vetëm që s'po e shoh mi kërkush, s'po e sheh kërkush. Vetëm se nuk është bërë madhe, nuk ka dalë me jetu, edhe me ecna për tokë, edhe me thonë njerëz se filoni e vrojti e vllazin e vet, filoni e vrojti e vllazin e vet. Vetëm se nuk po mundet me na thonë fëmia oj non mos më vroj. Mos më myt se gjallë jam. Ose o bab mos më rrit. O doktor, ti që e ke dhënë betimin për më shpëtu jetën, më ndihmu jetën, mos ma merr jetën. Vetë që s'po mundet me thonë që to. Edhe po vritën sot, të nderuar vëllezër, çdo fëmijë i cili i bën 4 muaj në barkun e nanës, Allahu ja çon shpirtin edhe kjo është njeri, edhe pse dikush nuk e lejon me dalë në këtë botë, në ditën e gjykimit do të ringjallet, edhe do t'i thot babës vetë edhe nanës vetë edhe mjekut edhe gjithë atyre që janë bërë sebeptar, do t'i thot çysh ka e përmend Allahu në Kur'an, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ato vajza që i kanë varros për zgjalli, arabët e ignorancës para Islamit, do t'i thot Allahu në ditën e gjykimit, pse të kanë varros ti për zgjalli? Ai thot zdi për të babën edhe nanën që më kanë varros. Edhe ky fëmijë do të pyetet se pse është shu jeta, pse të kanë vrarë, pyet nanën edhe babën se nuk e di. Sepse janë friksuar që me dalën në këtë botë, ja vha riskun, ja ngushtoi jetën, ja vshtoi tellashet, ja vshtoi problemet, edhe kanë vendosur që me ma shujt jetën. Pse? Sepse s'ko mujt me fol. Kam qenë në një kohë, kam qenë në një vend ku s'ko mujt me fol edhe me thonë mos më vrani. Edhe njerëzit nuk e kanë bërë shumë të madhe se se kanë pa. Mirë, po Zoti i njerëzve, edhe Zoti i shpirtrave në ditën e gjykimit do ta nxjerrë këtë shpirt. Edhe do ta bëj njeri. Edhe njeri është, edhe do të ringjallet njeri. Edhe do të thotë pse më vro. O doktor, ti që e ke dhënë betimin për me shpëtu jetën, me ndihmu jetë, për nga me kaq lehtësi me i dhënë fund jetës. Sa fëmijë të nderuar vëllezër, sa fëmijë, masi që ju ka ardhur shpirti, sot janë në përvarre me arsyet edhe më banale. Si jeton ky fëmijë, abortoje, duhet me hjek. Ndërsa kjo është vrasës. Ky është vrasës në ditën e gjykimit, del para Allahut edhe ka vrarë shpirta, ka vrarë njerëz. E aq më tepër që baballat edhe nanat që e bëjnë këto janë vrasës të fëmijëve tyre. Edhe pastaj na po dojmë me ecë përpara, pastaj po dojmë me pas mirë po jetën edhe rahatin me fëmijët e tonë, ndërsa do të tjerë kemi varros. Qysh do të mendoj, qysh guxon me ndodh kjo shoqëri islame? Qysh guxon me ndodh në ato i cili e beson ditën e gjykimit, edhe e din që ka me dalë para Allahut dhe ka po ballafaqur me çat shpirt, i cili ka pas 5 muaj, 8 muaj, 7 muaj, edhe ka më thënë pse e bën brajt. Pse s'u mlet me dalë? Pse vetë pse than mjek se i vjen me sëmundje? Po lere. Pse s'u mlet dal në jetë, edhe të jetoj, edhe nëse vdes sonë, jo më vroj jo. Andaj të nderuar vëllezër, duhet ta kemi parasysh, edhe duhet ta dimë se të gjitha ata të cilët janë pjesëmarrës në aborte, sidomos pas 4 muajve, e që fëmia këtu është me shpirt, le ta dinë që në ditën e gjykimit ringjallën para Allahut vrasës. Wallahi billahi vrasës. Kanë vrarë njeri, kanë marrë shpirt në qafë dhe i kanë dhënë fund jetës, një jetë e cila s'ka pas mundësi më mbrojt në asnjë mënyrë, s'ka pas mundësi më mbrojt vetë. Vetëm që është çka që lodh, vetëm që është çka që bresht, vetëm që është çka që pafuqishme, vetëm që s'ka mundësi më mbrojt vetën, vetëm se nuk qet ndaj farmarrë para njerëzve se di njerëzit hala. Po marrja e ditës së gjykimit është 100 herë më e madhe dhe më e rëndë se sa marrja e kësaj bote. Nuk duhet me lind ky fëmijë sepse pritet me dalë me të meta. Sa abortet janë bën në bazë të sajna. Sa fëmijë kanë dalë të shëndosh edhe pse i kanë pas diagnoza të tilla. Sa fëmijë sot jetojnë, sikur sa Omerin që e përmendu nuk ka 4 vjeçar, ndërsa sikur se dëgjoheshin fjalët e mjekëve, jo të gjithë, disa prej tyre, sikur se dëgjoheshin ata sot do të ishin dhej. Kush i vron ata?
I vron qaj që e merr vendimin, qaj që jep nënshkrimin, qaj që e merr guximin për me e bë një vepër të tillë, me vra e fëmijë, me marrë në qafë, edhe pastaj mu shkru vrasës tek Allahu i lartësuar. Të nderuar vëllezër, aborti është i ndaluar në shariatin islam dhe nuk lejohet në asnjë formë, sidomos pasi që fëmia të vjen shpirti ose 4 muaj për pjetimin. Ose në një rast e kanë përmend dietarët, thotë nëse e rrezikon jetën e nonës seriozisht, edhe ajo shtatzani nëse vazhdohet, rrezikon me vdek nona ose rrezikon me vdek në lindje dhe rrezik serioz, atëherë e shpëtojmë nonën edhe e shuajmë jetën e fëmijës që me rujt nonën sepse ajo është nonë dhe disa fëmijëve tjerë. Për ndryshe, pse pritet me dal me tmeta, pse pritet me dal gjysmat, pse pritet me dal i smur, pse pritet me dal i paralizum, e nuk dëgjon e nuk nin, asnjëna për këtyre nuk janë arsye që me dhon fund jetës tina. Mirë, pse ata të cilët janë të shorë sot nuk i vrasin? Veç se po i sheh bota, edhe marrë pastaj me i vrarë dhe me hek qafe, njëjtë është, edhe ajo është shpirt. Edhe ajo është shpirt, edhe ajo është njeri do të ringjallet në ditën e gjykimit para Allahut të lartësuar, edhe vallahi do të lyp llogari, edhe do të lyp llogari edhe shkakun do t'ja kërkoj secillit që ka nënshkru, që ka vendos, që ka marrë vendimin, ka operu, ka abortu, të gjithë ata që janë pjesë e kësajna, janë pjesëmarrës në një vrasje makabre, në një vrasje prej vrasjeve më qyqare të një fëmijës i cili nuk mundet me mbrojt as veten e vet, as mundet me fol, as mundet me lëshu zon, as mundet me thonë ma sa mbroni bre. Ma sa mbroni. Sikur ta dëgjoje këtë fjalë, kush kish me vënë? Cila nonë e bën këto nëse do të dëgjonte fjalën e fëmijës të vet, mos e mbroj. Sot se dëgjon, sa i flet, po në ditën e gjykimit pse më vrave? Se më lava me jetu. Të nderuar vëllezër, kjo është rregulli i Allahut, sa Allahu jep jetë, edhe Allahu merr jetë. Njeriu është i urdhëruar me ndiku në shpëtimin e jetës. Për ata Allahu thot: "Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a." Kush bëhet sebeb që një shpirt me metën jetë, me jetu hala, është sikur se krejt botën me pas ngjallë. Sikur se krejt botën. Po kush bëhet sebeb me myt një shpirt, edhe m'ja marr jetën dikujt, është sikur se krejt botën me vrap. Sepse ai kur e vret një e vret edhe tjetri. E vret ato dhe nuk e ka problem me vrasjen, për ata është sikur se me vrap këtë botë. Allahu na përmirësoft, Allahu na drejtoft, na bëf që me vlerësu gjëra drejt, na bëf që me vlerësu evladët shumë lartë, e me vlerësu dhuratën më të çmuar të Allahut të lartësuar, dhuratë e cila pritet me padurim, pritet me gëzim, çysh don që vjen, çysh do që lind, vjen prej Allahut të lartësuar. Allahu e ka fal, Allahu e çet mirë, na duhet më kujdes për to, derisa Allahu i ka dhënë jetë me jetun tokë edhe pastaj na marr. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.